Jo vetëm që në rrjetet sociale është shfaqur e tillë, por edhe për faktin që nga zhvillimet, nga personazhet, nga agenda, rezulton që po është një organizim e cila është i jashtë suazës, i jashtë kontrollit, i jashtë shtjellave okulte politike. Jo vetëm për faktin që nuk ka asnjë lloj logoje, nuk ka asnjë lloj flamuri politik dhe partijak, por edhe për një arsye tjetër, kushdo që ka qenë, dhe unë kam qenë në atë protest, ka parë njerëz të cilët mund t'i ketë hasur dikur në fronte partijake, por ajo se çfarë unë konstatova është që është një organizim i qytetarëve të cilët kanë hedhur mbrapa të gjithë ato vargonjt partijak që për kaq e kaq kohë i kanë pasur mbi kurrizin e tyre dhe që i kanë sklavëruar në aspektin partijak nga njëra anë. E pra, unë e dëshmoj, në fakt, paktën deri tani, është organizim ekstra partijak, madje jo vetëm ekstra partijak, por kundër sistemit politik partijak shqiptar deri më tani. Dhe ky është një zhvillim i madh i emancipimit kulturor dhe politik të shoqërisë shqiptare. Jo vetëm kaq, por më duhet ta them që është më avancuar se sa të qenit jashtë partive. Është kundër këtij sistemi, sepse me sa duket, dy partitë e mëdha, PS-ja dhe PD-ja, nuk i përfaqësojnë më këta njerëz. Një nga arsyet, një nga motivet thelbësore se përse këta njerëz janë organizuar, kanë dalë, sigurisht edhe për motivin e Zvërnecit, ta pranojmë, po ajo është përtej Zvërnecit, është kundër keq qeverisjes, me thënë të drejtën. Këta njerëz tashmë kanë bërë atë që kanë sfiduar sistemin partijak shqiptar. Ata janë njerëz të papërfaqësuar, janë njerëz të frustruar, zëri i tyre nuk dëgjohet. Dhe e fundit si moment analitik është përbërja. Janë të rinj, student, familjar, dhe modusi i kësaj përbërje dhe kësaj proteste, u familjar, ku qytetar të Tiranës kanë dalë, tregon shumë për sfidat që i ka sjell deri më tani këtij sistemi partijak. Po është e dukshme. Mjafton të shohësh protestën e pardjeshme, ku njëkohësisht bëhet edhe një protest nga ana e partisë së Sali Berishës, apo e mbështetur prej tij, për një kauzë të drejtë, dhe vetëm numrat, masiviteti i madh i kësaj proteste spontane të lëvizjes së qytetarëve të lirë apo të çliruar kundër përkundër një organizimi të tillë, të rrudhur numerikisht, siç i ka tashmë Sali Berisha, tregon fare qartë që kjo protestë jo vetëm e ka sfiduar atë që deri tani pretendonte të ishte opozita formale, po sfidon, siç e thash më lart, edhe të gjithë spektrin politik shqiptar. Kështu që shumë herë më e madhe se Sali Berisha, shumë herë më e madhe se sa politika e vjetër, për mua është sinjali i parë i një agimi të re të epokës politike të shoqërisë shqiptare. Po nëse më keni dëgjuar, unë kam thënë prej kohësh. Prej kohësh për atë se çfarë po ndodh me dy partitë e vjetra. Së pari, faktin që koha ka kaluar, dhe partitë janë vërtet vjetra, janë të vjetër edhe liderat, edhe drejtuesit e tyre, qoftë Rama, qoftë edhe Berisha. Po jo vetëm kaq, por se për herë më tepër kanë treguar që janë bashkë. Pra që
nuk ka sot që flasim, nuk ka një dialektik, një konfliktualitet midis pozitës, opozitës, majorancës dhe pakicës. Se nuk ka opozitë, për shkak se me zgjedhjen e tyre të lirë, këta që pretendojnë të jenë kjo opozita, më saktë ajo e Sali Berishës, ka zgjedhur tashmë të bëhet një zgjatim i Edi Ramës, me marrëveshje, me pazare, me qëndrime të njëjta. Të mos, shumë shpejt po i them për procesin zgjedhor, për raportin me Spakun, për reformat gjasme që do të bëjnë së bashku. Madje edhe në këtë rast, për të njëjtën çështje, pajtën të njëjtin qëndrim. E mbron Rama gjasme investimin e huaj, që në fakt nuk është gjë tjetër, është një nga këto iniciativat e veta ekstraligjore, ekstra institucionale, sepse askush nuk e di kush do investoj, sepse askush nuk e di nëse pronësia atje është e qartë, sepse askush nuk e di çfarë do të ndërtohet, dhe askush nuk e di se çfarë të mirash do të ketë për atë zonë dhe për shqiptarët në përgjithësi. Dihet vetëm që është një trajtim i Shqipërisë, i asaj zone, më saktë, si një çiflig, dhe ku shqiptarët janë thjesht dhe vetëm bujkrobër. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe Sali Berisha. Mbroj investimet e huaja, thot. Çfarë investime është huaja? Investimet e huaja të pakontrolluara, investimet e huaja të cilat mund të kenë burim parash të dyshimt, apo ka dhe interesat të tjera të përbashkëta. Në fakt, ja shifeni, mjaftoi ky episod për të treguar që janë bashkë. Dhe kur janë bashkë, asnjëherë vendi i opozicionit, hapësira e opozicionit nuk do të ngelet bosh. Po e mbushin këta. Dhe unë besoj që kjo është një gjë e mirë. Të jemi sinqert, nuk e di, nuk e parashikoj dot, ditë të them që rreziku që lëvizje të tilla, të cilat rrezikojnë status quo-n e deri tanishme edhe të Ramës edhe të Berishës, do të ndodhet në agresion. Që ka rrezikuar, që ka treguar që është një lloj rreziku iminent, kjo është e qartë. Shifni se si është të kurrur, mpakur Rama. Nuk flet më tani, ka 3 ditë pak nuk flet më për Berishën, për kundërshtarin e vet, për armikun e vet, jo, se në fakt nuk është më as në numra dhe as në joshje të publikut. Flet vetëm për këtë pjesë. Ende e pa strukturuar, ende e pa formalizuar, kaotike, po ta quajmë edhe kështu, edhe kaotike. E megjithatë, Rama ka parë që tashmë kundërshtari vet është kjo lëvizje, janë shqiptarët. E për këtë arsye, nga ana tjetër, edhe vetë Berisha është pothuajse azgjësuar dhe parashikoj, me thënë të drejtën, që si nga Rama edhe nga Berisha të bëhet gjithçka ç'është e mundur që kanë në dorë dhe kanë shumë gjëra në dorë që ta mbysin, të mundohen ta delegjitimojnë, të mundohen ta shpërfaqin në publik si të orkestruar nga jashtë. Keni dëgjuar këtë histori, jo që na kanë sjell nga jashtë, jo kanë sjell grekët, jo kanë sjell izraelitët, jo kanë sjell islamikët, e me radhë. Tregon fare qartë seriozitetin e lëvizjes, për masën e saj, rrezikun e madh për status quo-n, dhe sigurisht tregon edhe faktin që do të ndodhet në sulme prej së vjetrës. Kemi ardhur, kjo shoqëri ka ardhur në pikën kur së paku ka kuptuar që ka jetë politike përtej PD-s, përtej PS-s, përtej Ramës dhe përtej Berishës, se status quo-ja nuk është më gjendja ku kjo shoqëri do të rri, por do të ketë dinamik, a do të jetë kjo lëvizje që do të strukturohet, do të marrë një identitet, do të marrë një formë, apo do të ketë të tjera, këtë nuk di ta them, por hapësira dhe potenciali është. Kjo është për të parë tashmë, është për të parë, sot është dita
katër të protestës, jo pak, masive, me të rinj, me të reja, serioz, dinjitoz mbi të gjitha, dhe që me qa unë kuptoj, ka marë simpatin e shumicës dërmuese të shqiptarëve për te ndarjeve artificiale partijake që kanë. Unë besoj që nuk janë të informuar. Unë nuk jam informuar. Hajde të themi për faktin që ndoshta me këtë çështjeve publike, ndoshta jam edhe pak më i trajnuar, ose për shkak të eksperiencës. Por unë nuk di gjëra thelbësore përveç një gjëje, që do investohen 4 miliard lek. A dollar apo euro, diçka, dollar. Nash serviru është një shumë e madhe parash që do investohet befas në Shqipëri. Dhe logjika e thjeshtë, simpliste që përdor Rama është si ka mundësi kaq shumë para investimet huaja, nuk i dash kemi ne. Dhe tjerrin shumë komplote, jo lufta nga Greqia, me radhë. Në fakt, për një mendje të ftohtë, ne duhet kuptojmë shumë gjëra të tjera para kësaj shumë marramëndse. E para, ky investim a mos ka lidhje me faktin që Rama para 2-3 viteve ndryshoi ligjin e zonave të mbrojtura apo stafat për t'i hapur rrugën këtij investimi? Nëse po, atëherë ky është investim i korruptuar që në gjenezë. Dhe nga gjërat e çështjet, investimet e korruptuara asgjë të mirë në interes publikut nuk ka. E para, kjo është për të provuar. Fakti që nuk e dim është mungesë transparence nga qeveria. E dyta, pronësia. Kush është pronar? Si e ka marrë pronën? Si e ka marrë pronën në Vlorë, ku tashmë dihet, është bindje publike se çfarë masakre është bërë me dokumentacionin dhe pronësin në atë zonë. Në gjithë Shqipërinë zanën, por në atë zonë posaçërisht. Edhe ky është një problem. E treta, kush janë këta që hedhin 4 miliard euro? A kemi të drejta dim? A është para e cila vjen nga investitor serioz, të cilët nisen nga zhvillimi ekonomik i tyre por dhe i vendit? Apo është alternativa tjetër që është para e zezë, para që vjen nga krimi? Nuk e dim, po publiku shqiptar është i prirur të besoj këtë të dytën. Pse? Sepse e shkuara në Shqipëri ka treguar në mes të Tiranës, janë më shumë se sa 4 miliard para të hedhura në ndërtime, të cilat janë para e krimit. Në Durrës, i famshmi projekti i Alabarit, 2 miliard e ca para euro do të hidheshin, se do të bëhet një port i ri. As Alabar, as një gjë nuk ka, port nuk ka, dhe me shumë gjas është një port i madh i hyrjes së parave të krimit dhe parave të korrupsionit. Sa do e madhe tjetë shuma, në qoftë se është para krimi, në qoftë se është para korrupsioni, këto nuk janë në të mirë të shqiptarëve, të banorëve të Zvënecit, jo e të Vlorës, por të shqiptarëve jo. Sepse është mënyra më e keqe për të demoralizuar ekonominë dhe të ardhmen e atyre protestuesve, tonën tek e fundit. Krimi nuk sjell para për të bërë mirë. Sjell para, mund të sjell dhe shumë para për të bërë mirë për veten dhe keq shqiptarëve. Ndaj, në këtë pikë, ky është pozicioni im për çështjen konkrete. Për investimet e huaja që janë të sigurta, të cilat kalojnë filtrat e burimit të financimit, të cilat nuk merren në mënyrë selektive, po merren me gardë hapur, që nuk dëmtojnë tek e fundit edhe ca interesat natyrës kombëtare dhe identitare, zonat e mbrojtura. Pse do të bërë atje? Kaq para e madhe, 4 miliard, mund të bëhet diku tjetër.
e ta shndroj në një sit me vlerë për vendin, për ekonominë, për turizmin e gjithçka. Pse u dashka që të fitohen kaq shumë para pas forco në kurriz të shqiptarëve. Ndaj ka një ndryshim të madh midis investimeve të huaja dhe investimeve të krimit. Mund të gjesh njerëz pas të cilëve mund të shihet para e krimit, ta shesësh si investitor të huaj në një sistem ligjor jo funksional, të kontrolluar vetëm nga Rama, vetëm nga qeveria, aq më tepër që për investimet e huaja po ju sjell në vëmendje që vetë Bashkimi Evropian ka 2-3 vite që kërkon të vendosen filtra të fortë sepse investimet me natyrë kriminale prekin deri dhe interesat e kombëtare, të sigurisë kombëtare. Ne do duhet parë në gjitha këto aspekte. Kështu që kjo loja gjas me kurthi emocional që nuk jeni apo kush nuk është në investimeve të huaja, nuk ja do të mirën Shqipërisë, nuk do duhet të ecë më dhe është bajate për të shitur nga ana e kryeministrit.